Përshëndetje shikues të nderuar, në këtë podcast kam një mysafir shumë të veçantë. Ai ishte kryetar komune për 4 vjet, tash është kandidat për deputet nga Lidhja Demokratike e Kosovës përballë me zoti Xhafer Tahiri. Tahiri, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Si po ishin zgjedhjet e 7 qershorit, si po shkon fushata e LDK-s? Është një fushatë e bashkimit, është një fushatë e përbashkimit të madh të djathtëve dhe të patriotëve. Është një fushat që po synon me ndryshu kursin e politikës në Kosovë, me gjuhë të përbashkimit, me gjuhë të afrimit të njerëzve dhe jo me gjuhën e përçarjes së turrëties që ka dominu politikën e Kosovës këtu 5 vite. Prandaj po e shohim një entuziazëm të qytetarëve të Kosovës, një rikthim të rrugoviztve tek Lidhja Demokratike e Kosovës dhe jam i bindur që 7 qershori do të sjellë një rezultat tepër pozitiv për Lidhjen Demokratike të Kosovës. Pse besoni se qytetarët kanë me votu në këto zgjedhje LDK-n më shumë se në zgjedhjet e kaluara, si më thon? Bashkimi i madh i LDK-s, fakti që listës të LDK-s i prin presidentja Vjosa Osmani dhe përfshirja në listën e LDK-s e figurave edhe aty me kontribut po dhe figurave të reja e ka bërë një përzierje tepër të mirë në listën tonë që besoj do të sjell vot edhe do të sjell mbështetje qytetare, po ashtu programi i Lidhjes Demokratike të Kosovës prej 113 pikave, ku janë 5 zotimet kryesore. E para që do të dyfishohen pensionet nga 150 në 300, do të rritet koeficienti në 150 euro për punëtorët në sektorin publik, do të kemi 1000 euro pagën për mësuesin, pagën bazë është fjala, 900 euro pagën për policin, për zjarfiksin. Në programin tonë kemi parapar 200 milion euro investime për Trepçen, mandej investime të mëdha në energjetik, centrali me gaz, investime të mëdha në spitalin e Prishtinës, në spitalin e ri që do të kemi, dhe padyshim që pika tjera programore në programin e Lidhjes Demokratike të Kosovës po e ngjallin besimin e qytetarëve sepse janë pika të bëshme. Unë kam përshtypjen se më thonë në këto zgjedhjet e 4-5 viteve të fundit që qytetarët po votojnë për parulla politike e jo për program. Edhe nuk e morën me lexu me ata sa i njohën ose komentuesi që nuk e lexojnë fort programin edhe pse i çdosh me lexu, po vetë përmbushën me do parulla, jaftu Fikëtina që i tha, këta me Serbi, këta me Kosovë, që këta patriotat që e pështun Kosovë nga shkatrimi 20 vjeçor, so mendon se keni me arrit që programin me shtin kuka të njerëzve dhe me vendus për programin e jo për parulla politike. Pikërisht që kjo është çaja që po e kemi thënë edhe na. Thirrja jonë bashkohu ka të bëjë me ndryshimin e kursit të politikës të Kosovës. Për 5 vjet kemi parë një qeveri që ka pas 50%. Dhe në vend që u fokusu me kry punë, me dhënë projekte, me realizu premtime që i kanë dhënë në vitin 2021, kjo qeverisje dhe ky pushtet i 50% është fokusu të ndarja, të përçarja, kush është me ta është i miri, kush është kundër tyre është i keq. Është me Serbin. Është me Serbin. Këta dhe lista serbe, domethënë dhe kjo ndarje në shoqërinë tonë nuk na çon përpara, sepse shqiptarët historikisht dhe jo vetëm shqiptarët, por çdo popull kur janë bashku kanë fitu. Dhe ne duhet bashkohemi për të fitu, jo për të fitu si subjekt politik, por për të fitu si Kosovë. Pse është gabim kjo gjuha e përçarjes gazi? Sepse kur një person nuk pajtohet me lëvizjen e vendosit, ai është doktor shkence i doktoruar në cilin do universitet botës, kthehet në Kosovë me dhënë kontributin, por nuk pajtohet me konceptin e vetvendosjes, çohen 1000 vete shohin Facebook. Dhe çaj person vendos mos më marr me politikën Kosovë, po shkoj vëlla, po jetoj çati kur kum kry doktoraturën, edhe kam rrogën e mirë, edhe jetoj mirë. Publikisht në komente. Kur njerëzit e mirë nuk merren me politikë, mandej nuk kemi vendime të mira. Dhe kur nuk kemi vendime të mira, kush humb Kosova. Prandaj duhet me hije këtë gjuhën e urrëties, të përçarjes, të ofendimeve që e kemi kaq shumë prezent e që e kemi shumë të nxitur në mënyrë të organizuar, që kemi pa edhe SMS-a që janë publikuar nga lëvizja vetvendosje. Mendoj që kjo parti politike ka pas boll pushtet, është dashur me u fokusuar te puna jo te përçarja. Pa dan 70% krejt më morra, nëse po thotë veç atëherë më ishte ysanat përpara. Unë mendoj që kjo është e pamundur, lëvizja vendosje kurrë nuk do të arrijë rezultatin e dhjetorit. Qytetarët e Kosovës e kanë kuptuar faktin që pavarësisht pse i kanë dhënë besim të madh, kanë marrë shumë pak në projekte, në realizim të projekteve dhe në përmirësim të jetës qytetarëve. Kur kanë ardhur pushtet lëvizja vetëmendosje, një litër qumsht ka kushtuar 67 cent, 70 cent. Sot një litër qumsht kushton 1 euro. Pa thonë Albini si ku më javiste vëshën këtyne produkteve bazë diçka. Po pa thonë edhe le që nuk i ka hjek,
Po dhe tash kur ke kriza më e madhe për shembull për derivatet, kur çmimi shkojnë në havo, këtë qytetarët e Kosovës ishin hiqet TVSH-n, 18% të TVSH-s, ai nuk e hiqet TVSH-n. Kur erdhën zgjedhjet, i dha 2 milion euro për korezin të aeroplanëve të kompanive private. Po për kompania, adën i kesh do far lidhje kësaj na për Kosovë. Kanë me dalë ato lidhje, qytetarët e Kosovës. Po pra, kanë me dalë ato lidhje, ka me dalë që qeveria Kurti ja ka dhënë për 5 vjet asaj kompanie me kompania ajrore e Kosovës me Zvicrën e plot do benefite tjera, por ato do të dalin më vonë. Mirë po, me ia dhënë 2 milion euro aviokompanive që kanë pas profit vitin e kaluar miliona euro, e mos m'ia hiq të vëshën bujkut që e përdor naftën me shku me miell arën, këtë punë bën vetëm një kryeminist që mendon veç për zgjedhje, që është mi ble zgjedhjet me parë të popullit e nuk mendon për popullin. Se këtu as ka sinqeritet, as nuk ka drejtësi. Mos të harrojmë, në 2021 populli i Kosovës me shumicë kanë besuar që Albini është edhe i drejtë edhe i sinqert. Të përfshi edhe mu. Shumë njerëz kanë besuar kështu. Por shifni çfarë po ndodh në 2026. Albini nuk po hiq TVSH-n për naftë, për bujkun që e livron arën, por po ja jep 2 milion euro aviokompanive që kanë fituar miliona euro vitin e kaluar për korezin se po do të shtrajtu korezina. E ku është këtu drejtësia dhe sinqeriteti? Ato spjavja këtu në autobusa, për shembull, kompanive kosovore që bojnë transport. Tash, nëse një bujkut që i harxhon 100 euro naftë për me livru arat e veta, i hiqet TVSH-ja ai kursen 18 euro. E një bujk veç naft harxhon dikun 500 euro. Dikun kish mi kursy një 80 deri 90 euro një bujk veç mi ja hiq TVSH-n naftën që e pagun për me punu tokën e vet. E lemo qytetari i cili kish me kursy ai që udhton për ditë me shku në punë apo kompanitë kosovare që kanë shumë probleme për shkak gjendjes ekonomike e kështu me radhë. Pra, që çdo qytetar i Kosovës bindet që këtu as ka sinqeritet, as ka drejtësi. Po du më këty edhe që të pyetje të Albinit të qeverisja ati 50 vjeçore edhe me kaluar në tema tjera, cila mendon që është gabimi më i madh ose dështimi më i madh gjatë qeverisjes tina. Ne duhet gazi vina prej 02-shit, prej rajonit verior. Aseti më i madh i joni për zhvillim ekonomik është Trepça. Albini ka pas premtu ringjalljen e Trepçës. Ku është sot Trepça? A dini që punëtorëve të Trepçës nuk i paguhet trusti. Dhe këtë e keni në komunikat zyrtare të sindikatës së punëtorëve të Trepçës. Pas premtu edhe investime kapitale. Trepçës ju kanë premtu 70 milion euro me ia dhënë për ngritje zero pare. Dhe nëse ankohet që ta zonë tjera fusha s'ka mujt me bon ndryshim për Trepçën, bordin e Trepçës e emron Ministria e Ekonomisë që është me ministër të qeverisë të Kurtit. Çaj bord e emron drejtorin. Çfarë është ligji? Pra, këta i kanë pas krejt në dorë mundësit me ringjall Trepçën, por kanë bërë zero, madje Trepça se është më keq. A keni ditë skandalin e 14 muajit kur kanë mbet minatorët në Trepçë në Gujum për shkak se s'ka pas energji elektrike? Është ndalë energjia elektrike dhe sukon hera vetme, por këtë herë 18 minator janë kanë në rrezik për jetën, se s'kan mujt me hecën kam me dal prej minierës, dhe është dashur me prit, kanë hyrë në 11 natës, kanë dalë në 2 ditës ditën tjetër. Për mua që ky është dështimi më i madh, shembulli më eklatant i dështimit të qeverisë Kurti për me ringjall ekonominë e Kosovës dhe ku ka pas mundësi se i ka pas krejt në dorë vetë me kry këtë punë, por nuk e ka bë. Tash nuk po jep Trepçës parë që i vijnë për më ringjall, po po jep aviokompanive për korezina. Me pas dhënë çatu 2 milion euro Trepçës, që u ka dhënë aviokompanive për korezin, nuk ishin me çata minator në Gujum. Ose me ja pagu trustin punëtorëve Trepçës me çatu 2 milion. A kanë më drejt me ja pagu trustin punëtorëve Trepçës që nuk piu paguhet, apo me ja dhënë aviokompanive për korezin. Qëtu e sheh çdo qytetar i Kosovës që këtu nuk kemi prioritetet. Po du më këty të LDK-ja, qysh u prit bashkime me Vjosa Osmanën, faktikisht një farë ardhja saj në LDK që bo, jo zyrtarisht, pas të bashkim politik në listë zgjedhore, qysh e pritën strukturat elektorate? Absolutisht me entuziazmin më të madh. Presidenti Vjosa Osmani është një rrugoviste dhe këtë e ka tregu gjatë krejt jetës vetë dhe karrierës saj politike. Kthimi i saj dhe bashkimi i saj me LDK-n është i natyrshëm. E ka thënë edhe Uk Rugova, djali i presidentit Rugova, ende pa ndodhur bashkimi që presidenti Osmani është rrugoviste.
ju kujtohet në janar e ka dhënë këtë deklaratë. Dhe po, Bashkimi i Rrugovezëve, Bashkimi të Djathtëve të LDK-ja është antidoti më i mirë për një qeveri që po don me kontrollu gjithçka. Sepse ky vend, ky popull e ka përjetuar, sidomos në Shqipëri ku një parti ka kontrollu gjithçka. Edhe pse u mendu një kohë që është mirë që një parti mi kontrollu gjithçka, po mandej historia ka treguar që nuk u ka në mirë, sepse ka stagnu vendi. Edhe të në Kosovë, po i shohim 5 vjet me modelin si Trepça, me Kekun, me ndërmarrje të tjera publike, asnjë prej tyre s'kan përparu. Madje janë gjendje më të keqe sa që kanë para 5 vjetëve. Amo një parti e ka pas në dorë krejt. I ka emru bordin, e ka emru drejtorin, e ka punësu kanë ka dasht aty. Kështu që kthimi i Vjosës te LDK-ja ka bërë bashkimin e madh të rrugovezëve dhe kur ngritën rrugovezët, kur bashkohen rrugovezët fiton Kosova. Këta djemt që janë mas neve në Kamer kanë lindë vitin 2003-2004 edhe për përmeni shumë rrugovizmi. Për shtu generatat, që shme thonë që kanë lindë mas vdekjes rrugovës, ose që janë bom të vedeshëm që është politika mas vdekjes tina. A vën me ditë më ju tregu shtyne me fjollë tjera që në kuptën rrugovizmi, se na që kina në mosh, na shtë edhe kuptuj në masak. Rrugovizmi në kuptën në radhë parë tolerancën për menimi ndryshe, që sot vetëvendosja nuk e ka. Rugova në ka dhonë shambullin, e ka kryu shambullin, edhe kur fitoj mbi 50% e bëri zotë Haradinaj kryeministër, sepse tha që duhet me pas të gjithë hise në udhëheqjen e Kosovës, apo? Shambulli kundër të kësaj është lëvizja vetëvendosje. Pse? Sepse sot, kur jemi vetëvendosje një heroj, kur si jemi vetëvendosje një tradhtari. Që po ta jap një kontradikt madhe. Shembull tjetër i rrugovizmit. Kosova është e fortë kur për brenda jemi të bashkuar, por kemi aleanca me jashtë. Sepse rrugova këtë ka thonë gjithmonë. Aleanca përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian dhe NATO. Nuk ka patriotizëm në izolim, gazi. Shqipëria 40 vjet ka qenë e izoluar në emër të patriotizmit. Çka ka fitu? Dhe të hojna borë. Nuk ka patriotizëm u izolu nga prej botës. Me menu që bota pas ka ndaj far interesi pse u ardhën në Kosovë. Të fortë jena na. Për kupton, rrugovizmi që na mëson edhe sot. Pse është e rëndësishme që sot i riu i Kosovës me kuptu që na në Kosovë e kena një kojshit keq që është Serbia, me cilin gjithmonë duhet mu përball. Edhe kena mu përball. Edhe që është aleati më i madh i Rusisë në Ballkan, në Evropë dhe në Ballkan. E tashna për mu përball me Serbinë, duhet edhe me kont fort për mrena, po duhet me pas edhe miq. Qysh ndodhi në rastin e Bajnskës për shembull. Kur në Serbia na sulmoi, në sulmin terrorist në Bajnsk, presidenti Osmani në 2 natës mori telefonin, komunikoi me Këshillin e Sigurisë Kombëtare në Shtëpinë e Bardhë dhe sot e kemi ushtërinë amerikane bashkë me herojt tonë, me policët tonë, me ushtarët tonë që ruajnë kufinin e Kosovës. Kjo është në 2 pika me shpjegu cila është filozofia e presidentit Rugova dhe pse është e rëndësishme për Kosovën kjo filozofi dhe pse është e rëndësishme me na çu përpara. Te ribashkimi me Vjosa Osmanin e të njihmi ka xhamat edhe kur sërrina kështu shpesh e njohën politikisht njëun e tjetrin. Preset një edhe kur Vjosa u kon me guxon u bë presidente të gjatë gjithë kohës ka pos raporte personale me ta, edhe sa e konkretor, edhe masanenaj, edhe llogaritash pak a shumë se njëri mrena LDK-s si mas shumë të afërt me Vjosën të pos parasysh fakultetin, punën, presidencë dhe rrugtimin. Aja konte që aja dera përmes cilës ka komuniku LDK-ja me Vjosën për i bashkimin? Nuk du me dhonë veti as merita ma shumë se më takojnë, as me marë merita ma shumë se më takojnë, po e vërtet që me presidentin Osmani kemi një raport që shkon për tej politikës dhe shkon nga viti 2001 e tutje kur kemi fillu fakultetin juridik bashk. Jam mundu të jem kjo ure bashkimit dhe jam i lumtur që ka ndodhur ky bashkim. Kam dhënë gjithë kontributin tem personal e profesional dhe politik për të pasur këtë bashkim të madh dhe sot jam tepër i lumtur që ka ndodhur ky bashkim. Prandaj edhe kam hyrë garë për deputet që të jap këtë investimin tem edhe personal që ky bashkim të ketë sa më shumë rezultate të mira në këto zgjedhje dhe pastaj ky bashkim të vazhdoj dhe do të vazhdoj derisa Kosova të bëhet një vend i zhvilluar, i përparuar e tolerant. Na mundem mos pajtu politikisht me njëri tjetrin, edhe shoqë që spajtohemi kemi mendime ndryshme, por nuk më të thonë ty ose dikujt tjetër që spajtohesh me mua që është me Serbinë, se nuk është.
e qëtë mendësi që e ka instalu vetëvendosja do të me hiq prej Kosovës, do të me hiq prej politikës të Kosovës, se nuk na qënë përpara, nuk pe i len njerëzit e mirë mu marrë me politikë. Që të vjosën që e ponë se heroin gjatë 5 vjetë, vetë ashtë ja ka njës për të infrezerë, shpiune, grenelit, dure, zatimi i diromës, adhen për mu jenë pa kuptushme. Sulmet e organizume nga kuzhinat e vetëvendosjes për presidentin Osmani janë të papranueshme, janë në kundërshtim me traditën shqiptare, sepse shqiptarët kur nuk e kanë pas në traditën e vet me i ofendu e me i denigru gratë. E sidomos një grua të jashtëzakonshme, e cila ka doktoru në një prej universiteteve më të mira në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe është këtu në Kosovë dhe e jep kontributin në Kosovë. Dhe për 5 vite e ka bërë krenar jo vetëm shqiptarët e Kosovës, po gjithandej në përbot. Sepse a ka më mirë për një vend si Kosova, se kur presidenti i vendit më të fuqishëm të botës, para krejt botës, i thot kur kiti probleme në Kosovë, thërëmu, kalmi. E na problemi kena vesh me Serbinë. Në rajon që tu problemi kena vesh me Serbinë, dhe kena me pas deri në kiamet probleme me Serbinë. E kur e kini alat, si kur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që i thot presidentit, ose presidentes në rastin tonë që thërëm kur kiti probleme, a ka ma sigurimat madhe për neve, por edhe për investitorë që dojnë marrë me investu në Kosovë, e me kriju vene pune. Kjo është, mendoj, aseti ma i madhë që e kemi pas në vitet e fundit politikë të jashtme, për me fuqizu. Dhe qysh, ja hupi pak shkelcimin Albinit në arenën ndërkombëtare, vjosa, a mundet me konë qëtë probleme me styne, se kjo përfacejke në nshkrujti marrëveshjen për bordin e paqes, mos e me lu prej Kosovës sana, e vunin në shkrimin të presidenti anene, dyqysh këmet pak i izolun politikisht mrena Kosovës. Pikrisht një prej arsyeve kryesore është që po e thojnë dhe të tjerë, edhe analistët e tjerë të pavarur, edhe nga Shqipëria, edhe nga trejva tjera shqiptare, është fakti se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ftuan presidentin Osmani të nënshkruaj marrëveshjen për bordin e paqes, ndërkohë që Albini ishte fizikisht në Davos. Ka rastis që me qenë edhe në Davos atë dite, Gazi. Dhe kryeministri ishte aty. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e dinin që Albini është në Davos, por vendosen me ftu presidentin Osmani me nënshkruaj marrëveshjen. Dhe thanë, jo, ti duhet me ardhë me nënshkruaj marrëveshjen në Davos. Dhe ne pom pastaj promovimin e madh që ja boni presidenti Trump dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidentes Osmani. Dhe natyrisht që këto fakte shumë njerëz po i bojnë me besu që është një prej arsyeve pse zotni Kurti dhe vetëvendosja vendosen mos me propozu presidentin Osmani edhe për një mandat dhe me na çunë zgjedhje. Por me këtë veprim hupi Kosova, hupi disa fesh Kosova. Hupi në radhë parë sepse nuk e kemi një president momentalisht që kishmi avancu për në marrëdhëniet me Amerikën, hupin se po shkojmë në zgjedhje, po hupin parë me shkojmë në zgjedhje të panevojshme. Dhe mbi gjitha humbi Kosova për shkak se ky momentum i mirë i Kosovës në marrëdhënie ndërkombëtare, dhe sidomos mbështetja dhe plani konkret që presidenti Osmani është dakorduar me sekretarin Rubio për antarësim në NATO, është on hold derisa të kryen zgjedhjet dhe të kthehet presidenti Osmani në presidencë. Për çata Lidhja Demokratike e Kosovës pa asnjë hezitim ka pranuar që presidenti Osmani të jetë bartës e listës, po dhe kandidate për presidente. Pse? Sepse kemi një plan konkret të dakorduar me sekretarin Rubio për shpejtim të antarësimit tonë në NATO. E kur jemi në NATO, mos kucën Serbia s'me në Uni, si janë 50 shtetet NATO-s që mandej janë mbrojtje tonë. E përmendën se një vjosën prej vitit 2001. Qysh ka qenë përshtypja jote e parë kur e ke taku? Unë e një vjosën presidentin si student. E një studentit shkëlqyshme, me krejt dhejqe, po që vikën fakultet, punojke, edhe i ndihmojke familjes me shkollu motrat e veta edhe vllahun e vet. Se për këta trit është pak vështirë me kuptu gjeneratat që na dalë me njerë mas luftës gazetet, kur një shku në fakultet, nuk u kom bashkë kallaj, se për në toni kam pas 2-3 fëmijë na çunë studenta në fakultet, nuk u kom bashkë let me na i mbulu krejt shpenzimet. E presidentja vikën studime, i merr ke krejt dhejqe, punoj këtë njëjtën kohë, sepse sa e di atëherë ka punu veç nana e presidentes, se i njoh kështu familjarisht, edhe ka qenë infermiere, e me një pakt infermieres mas luftës u kanë e pamundur me shkollu 3 vajzat e tjera, se janë 4 motrat, kanë e pamundur me shkollu krejt, edhe djalin, e kështu që presidentja edhe punoj këtë njëjtën kohë, studiojke edhe mbështet ke familjen. Ty evoku kujtimet asoj kohe, nësi shkon vjosa ashtu me neve në studio, çka kishe vetë? Se të ka mejt pa vetë prej kohës studio? Nuk, me siguri kështu me fol për
për profesorin Esat për mënyrën që na ka shpjegua, apo për profesorin Fatmir Sejdiu për mënyrën që kena mu përgjigjtë një provim, apo për mënyrën me profesorin Arsim Bajrami për mënyrën se si kena me bërë një prezentim, sepse profesori Arsim Bajrami i mbledh ke studentat e juridikut edhe të shkencave politike bashk, e vendos ke presidentën Osmani edhe mu e bëjshim prezentimin ose shpjegimin e temës që e keshtë. Unë s'kam shtu kur ta dy e shpjegojnë këtë temë. Kemi qenë një grup e 5 studentave që kemi mësu kështu bashk, edhe që kemi hyrë provime bashk, edhe të profesori Esat, edhe të presidenti Sejdiu, edhe të profesori Arsim Bajrami, cilët, do më thonë, janë konë shambull për neve, për mënyrën që kanë donë mësim edhe mënyrën që na kanë... Kur jena të studimit të shkollimi, dihet kështu publikisht, për nështë ata nuk e din, si për cilën ju e keni kry me drejzen se shkollë mesme. Qa kanë diku në formimin tuaj medreseja? Kanë diku shumë, kanë diku gjithë shka në fakt. Unë jetën private jam shumë besimtar, gazi, tim një hedin. Por kur nuk kam desh që me përdor, dhe nuk e du me përdor asët, çështjen e fesë për qëllimet politikës apo qëllimet ditore. A din pse? So nuk gaboj. E mandej shumë njerëz mund m'ja vesh fesë gabimet e mia, që nuk është as e drejtë edhe as e sakt, se njerëzit gabojnë. Kështu që e ku majt privat dhe vazhdoj me majt privat, por medresja ka ndikuar gjithçka në formimin tim si njeri edhe si personalitet sot e kësaj dite, dhe jam me fat që kam qenë në atë shkollë. So lun rëll besimi juj fetar në vendimarrjen tuaj? Shumë. Jo vetëm vendimari, po krejt jetën. Unë nisem për një parimit që është edhe të feja islame, po është edhe të gjitha besime tjera. Sillu me tjetrin që është donë musil tjetri me ty, edhe kur mos i bot diçka dikujna nëse nuk i qef dikush më ta bot ty. Dhe treta, gjithmonë nisu me njetë mirë. Jeta mundet me të dhonë, kur nisesh një projekt, një punë caktume, me njetë mirë. Mundesh me pas shumë shtirësi e pengesa rrugës, por finalja gjithmonë vjen mirë, se e ki njëtin qëllimin e mirë. Në këto 3 postulate mundohem gjithmonë me formsu qëndrimin tem edhe mendimin tem edhe veprimin tem, edhe politik edhe njerëzor. Po nëlla pak se për mua është ma interesant të medreseja, se këtë pjesën tjetër debatit politik ju vazhdimisht jene në për studje tjera, cilat jenë sa të 2-3 sanet kryesore që i ke mësu gjatë shkollimit tuaj të mesë në medresej, edhe që vazhdojnë me i përdur njëtën e përditshme, dhe me thonë që të kanë bejt në kokë edhe tu, okej, këtu du të mi posi o dhe rafem gjatë rëktime. Nga në 2022 në shkova e bona dhe haqin, shqyrzat edhe po du mi përshëndet haqit që kthehen tash këtë javë prej haqit. Kur jenë venin e shajt me nën që ka mu lutë, që shmi lutë Zotit, cilat jenë lutjet më të mira që mund është me i bo për veti, për familjen e për gjithë shka tjetër, edhe në fund e erdha me një lutje që mi përthekëjke, si me thonë, mi të gjitha lutjet. O Zot, përdorëm për mirë. Edhe jam bind në jetë që 42 vjetë kam tash, 43 i bëj këtë verë, që shpesher na dojmë diçka është e dëmshme për neve, shpesher na urrejmë diçka është e dobishme për neve. Pra, më pas donë mu dikush jetën tem me shkru me laps para 20 vjetë, dhe unë në kësha dit me shkru që ka që mirë sa ma ka pru Zoti. Dhe besoj çdo njoni që është të nëndjek e din dhe e ka që të përvoj. Na kemi një plan për veti, po Zoti ka një plan më të mirë për neve gjithë. Çka nuk din njerëzit, ki shumë intervista, parasitje publike, komunikim me qytetarë, gjatë karrierës tonë politike, ako diçka se njerëzit nuk e din për Xhafer Tahirin, për personalitetin e tij që nuk ka qef me shfos publikisht, po e mbon se vlirën vetë vete. Apo me majt hale. Po e mbaj edhe këtë herë, gazi, po e mbaj edhe këtë herë, faleminderit. Okej. Kur je kon fëmijë, si me thonë na rrit para luftës, si na kon moshën dhe 3-14 vjetë, na kanë zonë lufta 15, si me thonë kur je kon 10 vjetë, kon në okupatorë serbë, këtë ondra tune janë kon shumë të vogla, po cila kon ondra jote, kur je kon 10 vjeçare, për karrierën, për jetën tonë. Është vështirë me kujtu, sepse atëherë na nuk kena ditë as me menu, as me pas ondra, as e mi kon të rëbrum në shta. Gjithçka për ne vukon apo të nxan policia, apo të shef policia, që shmunësh me ik policisë serbe. Po du me bo vesh një paralele, gaz. Një vlla jam i merrej me tregtime duhan para luftës. Edhe një ditë e zavendësova unë. Erdë Dejani, komandanti i policisë në Preluzhe, dhe
më gjeti e mur. E kisha edhe librin e historisë me veti, isha në klasë 8. E pash hartën e Shqipërisë të Madhe, kush e ka librin e klasës 8, në atë kohë e ka pas hartën e Shqipërisë të Madhe. Tha, çka është kjo? Thash libër. E muri çkyti, më shtinin në kerr. Edhe shkum më çoj te shtëpia jam. Baba jam i ndiri ka qenë invalid i ushtrisë jugosllavisë, 70% ka dalë invalid kur ka dalë prej ushtrisë, kur e ka kryer shërbimin ushtarak. Edhe erdhe si më thonë, në bastisti shtëpinë, e boni krejt hallakam, edhe unë fillova me qajt. Edhe janë e mur të kivokin edhe bam, ma hini që të në kry. Tha shuj, sërbesht quti, mos fal. Normal që unë nala pak edhe kaloj ajo koshë që zotë jem të lirë. Po në s'ku menu kur që qeveria e Kosovës, një qeveria e Kosovës ka me aprovu një legjë që ka bosët qeveria e Kosovës ligjin për shtetësi, që ti Dejani tash ka me adhon shtetësin e Kosovës, edhe kë ka me marë pensionin. Si nona jam. Pasar Zvetina. Edhe pasar Zvetina. Unë kur nuk e kam ndru që të punë që kam marrë në Kosovë. Që Dejani edhe Vucina, që kon komandanti i policisë në Vushtrë, me ligjin për shtetësi të Kosovës që e ka aprovu sot qeveria Kurti, ose që ka aprovu këtë ditë, ata tash kanë mu bo banor të Kosovës. Të shpjegëm pak ma shumë me ligjin për hir të lexuesve, çfarë nën kupton saktësisht ligji? Ligji është kështu. Thotë që të gjithë ata persona që kanë qenë banor të Kosovës në vitin 1998 e fitojnë drejtën e shtetësisë. Tash kjo përbjen që edhe Dejani, edhe Vucina, që në konë komandant njënin për lush tjetërin në Vushtrë, kanë me fitu shtetësinë e Kosovës. Në momentin që e fitojnë shtetësinë e Kosovës, i fitojnë të gjitha të drejtat si shtetas të Kosovës, që në kupton e fitojnë drejtën edhe për pension. Edhe pasardhësit e tyne, nipat e mesat e tyne i fitojnë shtesat e fëmijëve. E pasha zotin, është gabim që mu barazu Vucina edhe Dejani e nipat e mesat e tyne me veteranët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës edhe me nipat e mesat e veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës që ka ndodhur me çet ligj. Për çata, kur bona deputet kuvend të Kosovës, komu angazhu me çdo mënyrë që me shfuqizu këto dy dispozita në ligjin për shtetësinë. Mos me ja mundsu këtyre njerëzve me fitu shtetësinë. Nëse me njek për krimet luftës, halesi kena njek këta njerëzve, me i dënu, qyshe meritojnë, të paktën mos t'ja japën pensionin edhe atyne edhe shtesat e fëmijëve, nipave dhe mesave tyne. Si juristi e ke përcjell, pse o bo që ky ligj a kena i gabim, a kena i implementim e marrëveshjes të uhrit cila prapavija tina? Nuk ka shpjegim zyrtar nga qeveria e Kosovës pse ka bërë këtë ligj. Është i vetmi ligj për cilin ka votu lista serbska në këtë mandat dhe lëvizja vetëvendosje bashkë. Është i vetmi ligj. Le të mbaj për fjalë çdo qytetar që po e sheh këtë intervistë, është i vetmi ligj për cilin ka votu lista serbska dhe lëvizja vetëvendosje bashkë. Nuk ka shpjegim zyrtar. Me surra thona si po krijuhen tash ta mi fitu shtetësi 98-ën, kush ka jetu deri 98-ën, këto ku më rrit edhe numri i serbëve si kanë shtetësi të Kosovës, a kjo ku më ndiku tani, ka thënë zgjedhjet e ardhshme. Po, gazi, për shembull në Lumë të Madh, ti e din, janë ato 74 familje që kanë qenë kolon serb. Tash ata e fitojnë shtetësinë e Kosovës. Lumë të Madh. Pe luftës Kroacia, Bosnia kanë. Ata kanë pasur pe luftës Kroacisë dhe të Bosnjës. Tash ata kanë me fituar shtetësinë e Kosovës, automatikisht bëhen banor të Lumit të Madh. Ndron struktura demografike në Lumë të Madh. Dhe pse ndodh kjo punë, unë nuk kam një shpjegim. Askush nuk besoj as një qytetar i Kosovës që ka një shpjegim pse po ndodh kjo punë. Po të më të pyetja një pyetje kështu personale, edhe nëse do të takon dikën që nuk jeton më, cila do të ishte beseda me sa të person që kështë me bëu dikën që nuk jeton, atë kam i të peng një besedë, një laf, me dikën me bëu. Me babën. Baba ka qenë përparimtar shumë i madh, ka pas qef shumë shkollën. Ka udhëtu një vjetë në Kam, me shku në shkollë prej Stanovce deri në Prishtinë. Mas një vjetëve është dorëzu edhe ma nuk e ka shku në shkollë të mesme. Na ka rrit 9 fëmijë me një pension. Por na ka mësu që kur mos me qu sa të huj në shtëpi. E me pas dasht me bo një bisedë e kisha bo me babën. Cila këshilla me modhe ose me vlefshme sa ka ja baba në jetën tonë? Babë, drejtësia që në buzëdvorit po të pështën. Edhe po, qështu është. Me ka një drejt pështën gjithë. Mund është me pas shumë peripeti. Edhe po, kom pas shumë peripeti, po ju mundu me ka një drejt. Edhe në LDK, këtë
rrëptim që e pata, sidomos këtu 6 muajt e fundit ku njerëzit 35.600 artikuj janë shkruar për mua, gaz për një javë ditë kur ke ai koalicioni në vështri. Për një moment do bona heroj vetvendosi se kur su bashkova me vetvendosin tash jam tradhtar. Apo kupton. Kështu që po duam ndruçit politik në Kosovë. S'po duam i rrit fëmin në qësi ambienti kontaminus ku për shkak të politikës ti je tradhtari. S'ka tradhtar në Kosovë. Na mundu me pas mendime ndryshme politike, po tradhtar, ai që është tradhtar do të më shku në burg. Pik. Për të rit një mesazh për zgjedhjet e 7 qershorit edhe një mesazh për përgjithshëm për qytetarët. Mendoj që dritë e Kosovës do të marrë fatin e vetë në dorën e vetë. Këta janë rritë në rrethana tjera, nuk na kanë bërë mua dhe ty gaz pse na kena hek për shkak të luftës. Edhe na nuk do të më javnu barë fëmijëve tonë, thonë hey kena hek na tash jep një zër edhe jo se kena hek na. Fëmija jonë e kanë rrugën e vetë. Ata do të me dashë që të venë, si venin ku i kanë ëndrat e veta, ku kanë me rritë fëmijët e vetë dhe kanë me realizu jetën e vetë. Dhe le ta bojnë që ata e ndrojnë. Po le ta angazhohen, mos le të rrinë anash. Për qytetarët një mesazh në përgjithësi, ata që si ndalë me votu, ata që votojnë për nati, hajde për diasporën edhe një mesazh pra. Unë du mi falendëru mërgatën tonë, ata janë në shpirti i Kosovës, ata kanë mbajt Kosovën gjallë në kohrat më të vështira, na kanë ndihmu edhe tash, vazhdojnë me na ndihmu edhe tash. I ftoj që me kanë të vërtet, me kanë real, me pa me sy real gjendje në Kosovë, jo me inati, jo me urrejtje, jo me paknaqësi që mundën me pas ndaj njëri prej tyre për të kalumen. Mos të japin votën për shkak të inatit që e kanë për të kalumen, le të japin votën për ato që dojnë me pa Kosovën në të ardhmen. Kjo është. Ku e shë Kosovën mas 10 vite pyetja e fundit e jam për ty? Unë e shoh Kosovën në NATO, mas 10 viteve anëtare të NATO-s, e shoh Kosovën që udhëheqet për gjeneratës pas luftës, gaz që nuk kanë asnjë barë për asaj periudhe, madje as ngarkesë emocionale, por që e shohin Kosovën një vend modern, të zhvilluar ku ata i realizojnë ëndrat e veta, me gjasë edhe antarë në Bashkimin Evropian. Zotë Xhafer Dahiri, faleminderit shumë, ishte kënaqësi jashtëzakonshme. Faleminderit dhe juve edhe për mua. Shikues të nderuar, shihemi në podcastin e ardhshëm, faleminderit.